e abuzimit me të drejtën e vetos, mendoj që do përshpejtonte jo vetëm Shqipërisë, po dhe vendeve të tjera. Megjithatë, të fitosh një të drejtë të tillë, zoti Gjipali, do duhej të plotësonte pra Shqipëria të tjera kushte, pra ndonse nuk do të ketë të drejtën e vendimarrjes, fakti që do të jetë pjesë e tryezave dhe programeve, ka kërkesa nga ana e Unionit për Shqipërinë, pra në këtë moment mund të arrihet një dakordsi pa plotësuar disa kushte, apo do duhet edhe pak progres, më shumë progres për të arritur një bashkëpunim të tillë? Jo, kjo nuk ndryshon rrugën e Shqipërisë dhe atë që janë vënë përpara për të plotësuar. As të vendeve tjera. Pra ka një sër kriteresh që diskutohen gjatë procesit negociatave, cilat duhen të arrihen nga Shqipëria, vetëm me përmbushjen e tyre mund të kalojnë në antarësinë. Pra dhe heqja e drejtës vetos pra mbas antarësimit në Bashkimin Evropan. Nga kjo aspekt nuk ndryshon për Shqipërinë apo vendet e tjera.